Linda Rej flet për eksperiencën në Big Brother VIP Kosova. Olsa Muhameti e gatshme të shkelit çdo njeri, ja si më mashtruan. Ish-banorja e Big Brother VIP Kosova, Linda Rej, ka folur për eksperiencën e saj jo të mirë në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, teksa shprehu pakënaqësinë nga produksioni. Linda Rej tha se producentja e emisionit Olsa Muhameti ishte e gatshme të shkelte mbi çdo njeri vetëm e vetëm për të rritur shikueshmërinë e formatit. Uria që ka patur Olsa, producentja e këtij emisioni, që është e gatshme të shkeli me këmbë çdo kënd dhe çdo njeri që të rrisë emisionin kudo. Duhet jetë kështu një producent, por jo me shëndetin, tha Linda Rej. Linda Rej tha se u detyrua të hiqte dorë nga loja për shkak të problemeve shëndetësore që kishte dhe mungesës së mbështetjes nga produksioni lidhur me sëmundjen e saj, diabeti tipi 1. Sipas saj, ndonse produksioni kishte premtuar se do t'i siguronte matësin e diabetit, ajo nuk pati kur akses tek një pajisje e tillë brenda në shtëpi. Ajo tha se produksioni e mashtroi në fillim, duke i thënë se do t'i sillte matësin e diabetit, por që sipas saj nuk ja sollën kur. Mua më mashtruan. Unë i thash përpara se të fillonte emisioni, ma jepni ta vendos sepse do një orë që ta aktivizohet, dhe më thanë mos ki merak, futu aty se e ke. Dhe në momentin që unë u futa dhe doja të dilja, më kanë mashtruar një javë të tërë, por unë isha shumë e qartë, show me shëndetin tim nuk bëj. E para nuk flisja dot sepse e kisha sheqerin 400. Më merrej goja dhe më merreshin këmbët. Dhe ti të më thuash mua në momentin që unë them do dal, e diti të thuash që pulla që ma diabetin po vjen, aty vërtetuan se donin të bënin show. Kur unë i pyeta se si e gjetën pullën tani, ata më thanë, i jeni 18 veta, çdo kush ka tekat e veta, diabeti im është autoimun. Isha me të vërtet keq, sepse për ndryshe nuk do të qaja kur do të dilja nga atje. Aty është çdo gjë e bërë gati para, çdo gjë që flitet, pritet, u shpreh ish-banorja e Big Brother VIP. Megjithatë, Linda Rej nuk e fshehu zhgënjimin që la garën më herët se sa kishte dëshiruar. Më vjen shumë keq që s'jam aty. Nuk jam penduar se po vdisja aty brenda, por kam qenë gati për atë format, tha ajo. Ajo falenderoi banorët për respektin që i kanë treguar, por theksoi se problemi i saj ka qenë vetëm me produksionin dhe jo me dinamikat brenda shtëpisë. Më vjen keq që s'jam aty, do me thënë, nuk jam penduar sepse po vdisja aty brenda, por më vjen shumë keq që nuk jam sepse me të vërtet isha gati për ato format dhe kam dëshiruar si test për veten time. Banorët kanë qenë shumë të respektueshëm, do me thënë, nuk kanë dal kur në banalitete me mua. Uria që ka patur Olsa, producentja e këtij emisioni, që është e gatshme të shkeli me këmbë çdo kënd dhe çdo njeri që të rrisë emisionin kudo. Duhet të jetë kështu një producent, por jo me shëndetin. Por flasim thjesht për pullën që mua më ma diabetin ore sekond. Ata e dinin një muaj më parë se çfarë më duhej mua brenda në shtëpi dhe e kam me mesazh dhe ata më thanë mua okej se rregullojmë ne. Dhe natën e parë që unë u bëra virale me videon që bërtisja u thosha nuk ekziston. Mua më mashtruan, unë i thash përpara se të fillonte emisioni, ma jepni ta vendos sepse do një orë të aktivizohet. Dhe më thanë, mos ki merak, futu se aty e ke, dhe në momentin që unë u futa nuk ishte, doja të dilja, më kanë mashtruar një javë të tërë. Ai reagimi mi fort i natës së parë, ata donin të bënin show me mua, por unë isha shumë e qartë. Show me shëndetin tim nuk bëj, dhe në momentin që unë shoh që po do reagimet forta nga ana ime, kam ndenjur pa folur. E para nuk flisja dot sepse kisha sheqerin 400, më merrej goja dhe më merreshin këmbët. Dhe ti të më thuash mua në momentin që unë them do dal, dhe ti të thuash që pulla që ma diabetin po vjen, aty vërtetuan se donin të bënin show. Kur unë i pyeta si e gjetët pullën tani, ata më thanë, jeni 18 veta, çdo kush ka tekat e veta, diabeti im është autoimun. Isha me të vërtet keq sepse për ndryshe nuk do të qaja kur do dilja nga atje. Aty është çdo gjë e bërë gati para, çdo gjë që flitet, pritet.